Është inauguruar investimi i Federatës Shqiptare të Futbollit në kuadër të përgjegjësisë sociale në famullinë e Shën Prendes në Juban të Shkodrës. Presidenti Armando Duka u njoh nga afër me investimin e fushës me barë sintetik në famulli, ndërsa mbajti edhe një fjalë rasti ku falenderoi të pranishmit për interesin dhe angazhimin e madh për përmirësimin e kushteve dhe jetesës në zonën e Jubanit. Ai theksoi rëndësinë e futbollit për edukimin e fëmijëve. Falenderoj, kjo është traditë e mirë, nuk është kontributi i parë që jepim për Jubanin, kemi me kërku prapë për në universitetje, që që kena klasin gjithmonë në bashkëpunim me ju, dhe ju falenderojmë e gjithmonë mirësardhë. Zotë parë duhet të falenderoj ty për interesin e madh që ke për përmirësimin e kushteve, për përmirësimin e jetesës së zonës dhe në të njëjtën kohë, për kujdesin që ke që këtë edukimin apo mirëqenien e zonës ta bashkosh me sportin. Është e vërtet që futbolli vërtet ka një fuqi magjike. Kështu që këtu sinergjitë tona bashkohen, edhe të kishës edhe të futbollit, për të realizuar qëllimin e përbashkët që kemi, për të edukuar sa më mirë këto fëmijë, për të bërë sa më të shëndetshëm dhe sa më të dobishëm për shoqërinë, për jetën e tyre, për familjen dhe për gjithë shoqërinë. Ju falenderoj shumë për investimin që kemi bërë bashkë për fushën e futbollit, e cila do t'i shërbej jo vetëm fëmijëve të famullisë, fëmijëve të shkollës, por edhe fëmijëve të gjithë zonës. Pas fushës në famullinë e Shën Prendes është inauguruar një tjetër investim i Federatës së Futbollit në Shkodër, si pjesë e projektit të rëndësishëm 100 fushat. Në Shtoj është përuar fushë e re me bar artificial, një investim i përbashkët i FSHF-s me privatin. Ndër të tjera, Duka nënvizoi se Shkodra duhet të ketë më shumë fusha stërvitore, por t'i krijuar këtij rajoni kushte më të mira stërvitje, si dhe që qyteti të jetë një nga pritëset e finaleve të Europianit U21. Mendoj që jemi në rrugën e mbarë, do duhet bashkëpunim me gjithë, me biznesin privat, me bashkinë, me shoqatën që t'i krijojmë kushte sa më të mira në Shkodër. Nëse nuk kemi të paktën një fushë për stërvitje, kemi pa mundur për të luajtur Shkodër, gjë e cila na ka dështuar në ndeshjet e Euro 2025 për U17, sepse në Shkodër nuk kishim një fushë që plotëson kriteret. Me bar natyral, zhvillimi i kampionatit evropian nuk duhet ta përjashtojë Shkodrën nga harta.